Janë shëndruar në lajme të shpeshta informacionet të cilat na vijnë nga dogana e Kosovës e që flitet për aksionet të cilat ndërlidhen me kontrabandimin e produkteve farmaceutike, kozmetike, përfshirë botox, filler, vitamina, suplimente ushqimore, kozmetike, shumë çka tjetër. Janë të shpeshta rastet kur ne kemi njoftime nga dogana e Kosovës se si është kapur kjo sasi, se si është kapur kjo sasi, se si në këtë pikë kufitare kemi arritur të identifikojmë këtë, e që në shumicën e këtyre rasteve ne po flasim për produkte të cilat janë jashtëzakonisht të përdorura në Kosovë, nga qytetarët e këtij vendi, me theks të veçantë nga vajzat dhe gratë e vendit. Po flasim për botox, për fillera dhe për suplimente të ndryshme, të cilat shiten me çmime goxha të larta në vendin tonë, e që rastet kur ato hynë në mënyrë të paligjshme dhe pa i plotësuar kriteret të cilat duhet të ruhen këto produkte, po shndrohen në një përditshmëri, në një realitet që po ndodh shumë shpesh. Nga dogana e Kosovës kemi zotrin Adriatik Stavilevci, zëdhënës, cilin po e falenderoj shumë që në këtë pikë të ditës ku angazhimi ynë përveç punës edhe familjar rritet e bëhet më i madh, po ndajmë pak kohë për ne dhe shikuesit tanë. Zotri Stavilevci, faleminderit shumë për kohën. Kamerak, jeni të mirëseardhur gjithmonë. Atëherë, e thamë që përshëndrohen në lajme shumë të shpeshta, gati të përditshme, fakti që në doganat e Kosovës po bëhet zërja e materialeve dhe produkteve të cilat vinë në mënyrë të paligjshme, ilegale, ose të kamufluara, të produkteve si që janë ato të kozmetikës, suplimentet të ndryshme, botox, fillera, pra produkte farmaceutike. Unë e thash që janë bërë të shpeshta, por këtë e dini më mirë ju, sa brenda një periudhe, të themi brenda një periudhe një mujore, deri në sa herë ndodh që të bëhet kapja e këtyre materialeve që po përdoren kaq shumë në vendin tonë. Po, që në dogana kohëve të fundit kemi zonë mjaft kësi lloj produkte cilat kanë qenë gjatë tentim kontrabandimit, kryesisht në pikën e doganore të Vërmicës, ku edhe duhet i falenderojmë edhe oficerët doganor në atë pikë për një sylqelësi mjaft të madhe dhe për parandalimin e gjitha këtyre rasteve, po më duhet ju them që nga përvoja ime në doganë, kam një përvojë afër 20 vite në doganën e Kosovës, është një modus operandi, ta quajmë që në momentin kur disa produkte të tilla ose një lloj produkti futet në një trend të caktuar, pastaj edhe tendenca për kontrabandimin e atij produkti rritet. Ne kemi pa këtë edhe me produkte të tjera, por tani kemi gjatë muajit fundit kemi pa mjaft raste, mund të themi mbi 15 raste të parandalimit të këtyre tentim kontrabandimeve. Por sidoqoftë ne jemi gjithmonë shumë më të kujdesshëm në produkte të cilat kanë ndikim direkt tek shëndeti i njerëzor për arsye se edhe mënyra e transportit të tyre mund t'i kontaminojë ato produkte të cilat pastaj mund të kenë pasoja tek njerëz të cilët i përdorin. Janë shumë të shpeshta këto raste pra Adriatik, sepse e thatë edhe ju ndërlidhet me atë se çfarë kërkohet më shumë në treg, apo jo, dhe kjo që po kërkohet për momentin në tregun e Kosovës. Tu fillu prej atyne lokaleve të atyne zoja në lagje deri tek ordinancat që thonë që janë të specializuara, po përdoret botox, filler, produkte për trajtimin e flakëve, produkte për humbje peshe, e çka jo tjetër. E gjitha këto e thatë edhe ju po vynë në një mënyrë jo adekuate, sepse vetë rruga, mënyra derisa të vinë në Kosovë mundet me i dëmtu këto produkte, apo jo? Po, normalisht, nuk mund të themi që gjitha këto produkte importohen në mënyrë ilegale, se kemi edhe kompani të autorizuar. Sigurisht, ne po flasim për këto që zënën ilegalisht. Po këto të zënat ilegalisht, normalisht që një pjesë të tyre kërkojnë edhe transport, si të themi, një pjesë për tyre kërkojnë edhe transport përmes frigoriferëve, apo temperaturë të caktuar në të cilën duhet të qëndrojnë e jo të bartët në automjete të udhëtarëve, apo shpeshherë kemi pasur edhe raste edhe në aeroportin e Prishtinës ku oficerët doganor kanë arritur me i parandalu tentimet e kontrabandimeve të medikamenteve. Gjithmonë është por ne konsiderojmë produkte të rrezikshme për shkak se mënyra e transportit mund të ndikojë në efektin e tyre ose mund të ndikojë në prishjen, që të themi me gjuhë popullore, të atyre produkte të cilat potencialisht mund të shkaktojnë shumë më shumë dëm se sa dobi në këto raste. E qartë. Zotri Stavilevci, si vepron dogana pasi që të bëhet sekuestrimi i këtyre produkteve, cilat janë procedurat në për të cilat shkohet ose duhet kalohet patjetër? Fillimisht faza e parë që ne ndërmarrim është sekuestrimi i këtyre produkteve, pastaj shiqohet vlera dhe vendosim në kontakt me Agjencionin për Produkte Medicinale të Kosovës, të cilat e kanë pastaj autoritetin për trajtimin tutje të këtyre produkteve. Normalisht, personat cilat janë të involvuar
Në këto raste, ata gjobitën përmes sipas kodit doganor, sipas kodit të doganës së akcizës së Kosovës. Dhe cilat janë gjobat ose ndryshkimet që parashihen për këta individ të cilët në fakt rrezikojnë drejt për drejt mirëqenien dhe shëndetin e qytetarëve tanë? Gjobat fillojnë, zakonisht janë të ndërlidhura me vlerën dhe sasinë e këtyre mallrave të cilat janë duke u kontrabanduar. Për shembull, rastin e fundit ne patëm për weekend edhe ta quaj edhe të hanën kur pa ke rasti i fundit. Ne kemi pas dika 15.000 euro mallra në tentim të në tentim gjatë kontrabandës, po jo në një rast të vetëm, në disa raste të ndara. Derisa gjobat fillojnë nga 500 gjoba më ulët dhe shkon dhe më lart. Gjithmonë duke u bazuar në vlerën e produkteve të cilat ai person apo ajo kompani ka tentuar të kontrabandojë. Zotri Stavilevci, a mendoni se legjislacioni aktual është i mjaftueshëm, i rregulluar për të parandaluar raste të tilla apo ka nevojë edhe për ndryshime e përmirësime? Përgjithësisht dogana e Kosovës dhe institucionet e tjera operojnë me legjislacion i cili i përmbush të gjitha fushat, por gjithmonë është më e levërdishme në aspektin që të kontrabandohet në një produkt sesa për kontrabandistët, po flas gjithmonë. Është më e levërdishme të kontrabandohet një produkt për shkak se edhe shmangin pagesën tatimore dhe shmangin licencimin për agencionin për produkte medicinale. Dhe krejt në fund, duke qenë se po shpeshtohen këto raste të provimit për futur këto medikamente, të themi materiale të ndryshme në mënyrë ilegale, a ka ndikuar që dogana të marrë masa parandaluese që me reduktu këtë kontraband të produkteve që janë shumë të ndjeshme si këto për cilat falem? Keni kriju ndonjë plan konkret për me identifikua edhe më shumë raste të tjera, sepse e tham edhe në fillim, kur kemi një rast 2, 3, 4 brenda muajit, nënkupton që ka edhe shumë tentativa të tjera, të cilat ndoshta edhe mund të na ikin, sado që të jemi vigjilent. Po, normalisht në momentin kur gjithmonë ju me drejtë e thuani, në momentin kur rriten rastet e parandalimit këtij lloj tentimeve për kontrabandim, atëherë është indikatori i parë që ne kemi persona që janë duke tentuar me fut këto lloj produkte. Por duhet të them që dogana gjithmonë përveç punës në teren që bën në pikat kufitare, ne kemi edhe nësi tona të specializuara të cilat pastaj përcjellin trendet apo përcjellin informatat nga tereni dhe nga operativa që ka lëvizin këto malla. Ne duhet t'ju them dhe të theksoj që dogana e Kosovës përveç që punon në pikat kufitare, një pjesë e madhe e punës bëhet edhe në brendi të vendit. Ne për shembull vetëm gjatë punit kaluar kemi pas, mund të them, një 10 banatore, kemi pas kontrole, cilat fatkeqësisht në të 10-at kemi arrit me gjetë produkte të cilat janë futur të kontrabanduara. E qartë. Adriatik, unë e di që kemi edhe shumë për të folë për këtë temë, ndoshta në një të ardhme do t'ju kemi përsëri në studio, me të vetmi qëllim që të ngrisin vetëdijen e qytetarëve, që të jenë të kujdesshëm ku dhe si dhe çfarë po marrin, së pari për të kuptuar origjinën e më pas mënyrën se si kanë ardhur këto produkte në Kosovë. Unë të falenderoj shumë për kohën që ndave sot për ne. Gjithashtu ju falenderoj për ftesën dhe gjithashtu edhe në bëj thirrje tek qytetarët që të jenë shumë kujdesshëm kur të blejnë si produkte, të paktën të kërkojnë origjinën e atij produkti, importuesin e atij produkti dhe të kërkojnë që ato produkte të jenë të sigurta për përdorimin e tyre. Shumë faleminderit.